Ndihma nga shteti ekziston, por fermerët nuk dinë si ta përdorin atë. Me këtë mesazh, kryeministri Edi Rama hapi fjalën e tij në një dëgjes me fermerët në Divjak për skemën kombëtare të bujqësisë për vitin 2026. Sa është shfrytzuar kjo garanci? Shumë pak. Pse? Se ju s'keni nevojë, jo. Se ju keni nevojë, por sepse për ta shfrytzuar këtë garanci duhet një përgatitje. Një përgatitje e një dosje për të drejtuar bankës dhe për të thënë ja çfarë kam unë plan të bëj, ja pse kjo që unë do bëj sjell fitim dhe ja të gjitha arsyet pse ju duhet më mbështesni. Kreu i qeverisë u ndal dhe tek mënyra e prodhimit të madrave bujqësore, duke theksuar se vendi duhet të ecë drejt inovacionit dhe përpunimit të produkteve shqiptare. Atë volumin e madh të mund ta grumbullojmë, ta konservojmë për kohën kur duhet ta nxjerrim treg, ta përpunojmë, mos çojmë më vetëm gjithë këto produkte të freskëta, ti marrim siç janë nga fusha, ti çojmë në Europë, por një pjesë të tyre ta përpunojmë këtu, të prodhojmë, të nxjerrim në produkte këtu, të krijojmë vlerë të shtuar këtu. Rama u ndal gjithashtu te mënyrat e reja të financimit që do të jenë në dispozicion të fermerët për vitin 2026. Buxheti i shtetit tani më është vetëm njëri nga komponentët e zinxhirit të financimeve të bujqësisë. Komponentët e tjerë janë pak më të vështirë në thonjza, por janë komponentë që do të bëhen gjithmonë më të pranishëm dhe që duhet të gjithë të përpiqen të mësojnë dhe të aftësohen për t'i shfrytzuar. Ministria e Bujqësisë do të ketë në dispozicion 16.3 miliard lekë që përbën buxhetin më të lartë për këtë sektor në historinë e vet.